Edhe një herë 36 vjeç rrëfen historinë e emigrimit në Gjermani me 2 fëmijë të vegjël dhe bashkëshortin mbi Gjosçi. Jetuan në kushte ekstreme dhe më pas u deportuan papritur nga policia gjermane. Ajo kujton se u ndje si kriminale ndërsa shoqëroi në aeroport. Pastaj në Shqipëri kaloi vite ferri ekonomik dhe emocional, por sot, siç e përmenda pak më parë dhe siç ajo i thot vetes, është një feniks dhe ja ka dalë. Nina, para se të shkojmë tek momenti i deportimit, më thuaj pak si arritët deri aty. Është histori e gjatë, domethënë që në fillim të historisë fillon me humbjen e shkollës së lartë, që ishte një nga ëndrat e mia më të mëdha. Aty ishte dështimi i parë, aty ishte zhgënjimi i parë nga jeta që thash kaq ishte. Pastaj shkova në Tiranë herën e dytë për të vazhduar një shkollë që nuk e doja. Filozofin, e bëra vetëm për hir të familjes, print mamit, edhe ndrova me nota shumë të mira. Aty njofa dhe bashkëshortin tim atë vit, se punoja bashkë duke bërë shkollën. Isha gjithmonë ai njeriu energjik, ai njeriu që thosha që do t'ja dal, do kaloj, do bëhet, do zgjidhet, kisha ëndra të mëdha me pak fjalë. Gjërat nuk vajtën ashtu siç doja. Në vitin e dytë, në të njëjtën ditë që mora vesh do kaloja shkollën nga Tirana në Holland, mora vesh ishte shtatzan dhe zgjodha që të mbaja fëmijën. Vazhdoi prapë dhe aty një zhgënjim i rradhës. Bashorti ishte ai njeriu që merrte gjithmonë borxhe, nuk pagonte qira në shtëpi, harxhonte lekët, punonte dhe prapë thoshte nuk kam lek, i kam harxuar, jeta shumë e shtrenjtë, etj. Më thënë është histori shumë e gjatë, domethënë me ulje dhe ngritje të paimagjinueshme. Bashorti luante bigjos, thua. Bashorti luante bigjos, me skedina, domethënë nuk i mbante parat. Ishte manipulator në mënyrë të frikshme që në sytë e çdo kujt jashtë ishte ai njeriu mirë, ai djali i qetë, ai djali që të ndalonte, që të jepte liri, që të jepte kohë, të jepte hapësirë, mundësi etj. Por askush nuk e dinte brenda se si ishte gjëja në të vërtetë. Edhe mbas gjithë peripecive, sakrificave, linda djalin e parë, ditën që ka lindur djali i parë, me gjithë vllanin e vet bën 12.000 euro borxhe, hapën një lokal kështu pik skedinash, e ke iden? Pa. Edhe për në të njëjtën ditë, domethënë, të dy e futën në borxh atë gjën që hapën, sa e kishin hapur, edhe unë aty domethënë nuk e dija, të lumturohesha që fëmia erdhi në jetë, apo të tmerrohesha që kisha përpara shumë borxhe për të larë, të cilat nuk ishin të mijat. Ishte shumë e vështirë, domethënë ishte fatale, thosha që domethënë si do ta kalojmë, si do ta zgjidhim. Vazhdoi jeta domethënë e vështirë. Herë shkoja në një qytet, herë në një qytet tjetër, herë shkoja diku për të punuar, herë vija, domethënë ishte gjitha gjëja ishte si një endacak me rroba në krah gjatë gjithë kohës. Pastaj bëm një ndarje të parë në momentin që unë nuk po mundesha do të më me këtë pjesën e borxheve, se nuk kishim asnjëherë lek, nuk kishim asnjëherë diçka për të jetuar. Gjithmonë domethënë me sherrë, me debate, me situata etj. Nga ndarja e parë ndjenja një muaj e gjysmë me ndar. Po pastaj të merr ajo mentaliteti me dy prindër të sëmurë, ku do vete, unë si do rri, si do t'ja dal me një fëmijë, kush do më marri mua me një fëmijë, është ajo ideja, mentaliteti i Shqipërisë që ti nuk je më për askënd. Edhe mbas kësaj domethënë u riktheva përsëri dhe direkt mas rikthimit ra shtatzan. Nuk e din nëse ra shtatzan gabimisht, apo ishte qëllimi i tij që unë të ngulja këmbët dhe të thoshte që shiko se kjo nuk ikën më me dy fëmijë, sepse të dyja shtatzanit i kisha të padëshiruara, nuk ishte asnjë e planifikuar. Edhe prapë zgjodha që të mbaja fëmijën. Prapë nuk funksionoi, 10 ditë, 20 ditë para se të lindte djali i vogël, vendosa vetë që të largohesh. Ai ishte ajo vala e madhe që ikën kosovarët në Gjermani, që po bëhesh ajo emigrimi, domethënë në mënyrë të frikshme në 2015. Edhe vendosa që të i thash nëse ne nuk ikim në Gjermani tani, domethënë midis të dyve nuk do ketë më vazhdim, do marr djalës do ikë. Edhe unë nisa 20 ditë para se të lindjet, me fiks 20 ditë para se të lindja jam nisur në 2 qershor, kemi mbretur atje në 4 dhe në datën 26 qershor në darkë unë kam lindur djalin. Me fugon 6 vëndësh, në latë dera kampit dhe aty kemi fjetur në tokë, në këto, domethënë dysheke që lije në tokë, si në dysheket e ushtrisë. Edhe aty ishte një shok tjetër, një tmerr tjetër që thashë o Zot, ku do rrim këtu? Edhe na futën në disa kontenere plerash, e ke iden ata kontenerat që janë rresht edhe që mbajnë ato mbeturinat e mëdha, po që kishte 2 krevat, një dollap hekuri. Edhe bajat ishin të përbashkëta. Ndërkohë ti vazhdoje shtatzan para lindjes, po prisje plasin ujrat.
Po, ishte domethënë para lindjes, ishte domethënë ishim me arab, ishin shumë njerëz, domethënë që javën e parë që hyra aty, i thash atyre që unë di anglisht dhe mund të ndihmoj njerëz, se doja që të deportoja, doja që unë ta gjeja veten diku, të mundesha që të funksiononte kjo gjë. Se unë dija që Shqipëria ishte një vend i sigurt origjine dhe e dija që nuk do kishte një funksion, nuk do kishte një vazhdim kjo gjëja. E dija që do vinte një negativ, e dija që do vinte një përgjigje negative, do thoshin shiko se ti nuk je për këtu. Edhe në kohën që derisa të vinte ajo gjëja, unë doja që të lëvizja dhe të deportoja diku që mund të gjeja një zgjidhje. Edhe që gjithë ditëve domethënë në vazhdim unë i kam përkthyer mira njerëzve. Unë vetëm vrapoja, por Gjermanët janë shumë racista dhe nuk i intereson nëse ti je i mirë. Në momentin që ligji nuk e pranon dhe nuk e aprovon atë që ti këtyre u ofron, këta janë shumë radikal. Edhe e thënë me zë klar, domethënë që ti nuk duhet të rrish këtu. Edhe na solli negativin, më thënë brenda 3 muajve që se lindi djali, neve domethënë ishim që duram aty në kamp akoma, se nuk na kishte ardhur transferimi. Se ligji ishte që vije në kamp dhe mbas kampit vinte një transferim në një qytet X. Edhe mua më erdhi më përpara më erdhi negativi dhe pastaj më erdhi transferimi. Dhe në momentin që erdhi negativi unë thash nuk do largohem se djali është shumë i vogël edhe dua që t'i bëj vaksina se në Shqipëri nuk ka mundësi. Nuk kam as shtëpi as dhe për fat të keq apo të mirë ashtu ishte, nuk isha as shtëpi as ku as si as qysh, domethënë absolutisht as lloj mundësie. Dhe thosha kthimi në Shqipëri për mua do ishte e fundi. Dhe më tha, do ta bësh ikjen nga transferimi apo nga këtu? I thash jo, do ta bëj nga transferimi. Më fal, që ta kuptojmë dhe ne që s'kemi emigruar. Ç'a janë këto transferimi? Ç'a konsiston? Në momentin që ti vetë azilant, është një procedurë që vete në një kamp përqendrimi, domethënë kamp që vjen të gjithë aty, mund të vjen 2000 veta, 3000 veta dhe jetojnë domethënë si në Babiloni, di si ta them, domethënë ajo periudha ku isha unë ishte fundi, që po vinin shumë njerëz dhe ishim gjithë bashk. Domethënë imagjino se ata vun kontenerat e plerave që sot unë i shoh në rrugë dhe më dridhet mishe, unë kam fjetur në atë kontener. Po normal i rregulluar me 2 krevat, me një dritare, edhe me një si thash me një kështu pa frigorifer, pa asgjë. Hanim kështu konserva, ushqime të kampit. Por vete në dyqan, në market dhe shikoj bukën, më thënë them o zot. Më kujtojnë të gjitha të historikun e muajve që kalova atje. Transferimi është që ti në momentin që vjen në një kamp, nuk rri aty, se aty është vetëm dera e parë, aty është vetëm procesi i fillimit. Dhe mbas atij procesi ti duhet të presësh që në vende të caktuara sepse këta kanë banesa sociale. Banesat sociale janë për azilantët që vinë nga vendet e luftës, si Siria, si Libia, Kazakistani, jo për ne. Po për fatin e keq në atë periudhë domethënë ishin atë ovala e madhe që erdhën të gjithë, edhe pastaj ata u detyruan ta merrnin rastin në dorë dhe pastaj thoshin ti nuk je për këto. Edhe kur vajtëm në transferim atje isha pak me e qetë, thosha, okej, një hapen mora, fëmijët po bëjnë ato vaksinat, ato të ndryshmet, edhe ato lekët që merja nga sociali, nuk e harxoja, i mblidhja, ishin 450 euro, nuk e harroj, edhe veja merja bukë në këto, janë këto ushqimet e mbledhura, nga marketet, nga furrat e bukës, që janë kështu të ngelura dhe janë të ftofta, edhe të me datë skadence, që kishte kaluar data. Edhe për 5 muaj rresht unë kam ngrënë vetëm ushqimet e skaduara. Me idenë që të mblidha në një lek që kur shkoja në Shqipëri një ditë derisa të prisja diçka më mirë, të kisha një lek. Nuk më kishin thënë asgjë, nuk më kishin dhënë asnjë lajmërim që shiko se ti duhet të bësh, domethënë të bësh një veprim apo një, ku di unë. Edhe ne jofëm rastësisht një çift shqiptar. Burrë grua ishin të moshës 50 vjeç, pak a shumë. Edhe atë na premtuan dhe na thonë që do të na ndihmonin. Po unë gjithmonë i prisja, i bëja dreg dark, me ato domethënë gjërat e skaduara, i mikprisja në shtëpinë time dhe ata më deshin shumë. Me lekët që unë mblidhja, hiqja me njani, blija këtij burrit gjithmonë birra. Se ai kishte shumë qejf. Edhe i ka ngelur në mendje dhe thoshte si ka mundësi, ti mua më respekton kaq shumë. Unë ty do të marr në Gjermani dhe pik. Dhe për mua premtimet janë shenjta dhe ai njeri e mbajti premtimin dhe unë jam këtu ku jam sot. Mos ishin ata njerëz, unë nuk mendoj që do kisha ardhur dot në Gjermani më. Edhe të ishe dhe ti si u sollëm ata njerëz. Vazhdoj ende të sillem sepse mirënjohja është gold, është e artë dhe ti je njëri i mirë sot është e ka çmimin shumë të lartë. Deportimi njerëz si ishte si proces, e përshkruan dot?
Po, në frikshëm. Tu doja të ndalesh, tani neve këta çifti na bën një kontratë pune për bashkëortin. Dhe në momentin që ne dorëzojmë kontratën e punës në Auslandsbehörde quhet në gjermanisht, në zyrën e emigrantëve, ata të nesërmen neve na thanë domethënë aty nuk lejohet, jeni azilant, të nesërmen kërcet deri që në orën 6:30 në mëngjes. Ishin 8 policë. Unë, domethënë atë ditë kam vdekur dhe jam gjallur prapë. Dhe tha, keni vetëm gjysmore kofa që të bëni gati, sepse tha, është apshibun quhet deportim në Shqipëri. Domethënë aty mendoj që mund të ketë pushuar zemra, mund të ketë bërë vdekje klinike po në këmbë. Ishim në gjumë, domethënë ishte tmerr. Domethënë mendosh të jesh në gjumë. Domethënë rrobat ngelen komplet të hapura, gjërat nuk i morëm dot, gjysmat i lam, gjysmat i morëm, një tmerr i vërtet. Edhe vetëm i kam marrë këta njerëzit në telefon, sepse të lutem shko te shtëpia. Një pyetje, ti kishe ikur nga kampi dhe jetoje në një shtëpi kur erdhi policia? Jetonim në një shtëpi, në një shtëpi sociale, nga koha që ishim që ikëm nga kampi. Dhe në këtë shtëpi sociale domethënë jetonim edhe me një grua tjetër. Banjën e kishim të përbashkët, kuzhinën e përbashkët. Po gjithsesi unë e lumtur, isha në Gjermani, për mua Gjermania ishte ëndër amerikane. Dhe nuk më interesonte as vuajta, as sakrifica, as gjë. Edhe me 2 kalamajt e vegjël, ndërkohë ata vinë orën 6 të mëngjesit. Edhe thonë do ikni në Shqipëri, domethënë për mua ishte fatale, po them mund të kem pësuar vdekje klinike dhe se kam marrë vesh. Aq shumë fillova me të qarë, jo të qarë kështu, po me ngashëri, me shpirt. Kur qanë njeriu dhe ajo që më thoshte nuk, domethënë të lutem bëu gati se jemi me vonesë, sepse këta kishin prodhuar avionin dhe të gjitha. Domethënë brenda 24 orëve që ne dorëzuam kontratën, ata kishin përgatitur çdo gjë në kohë rekord. Domethënë ti kishe gjysmë ore kohë që të ikje nga shtëpia me gjithë plaçkën, me çdo gjë. Nuk e di domethënë çfarë kam bërë, vetëm që e gjej veten në një fugon policie me 8 policë. Edhe pastaj vajtëm aty në aeroport. Edhe hipëm në avion. Domethënë në avion nuk na hipën në hallin që i hipin njerëzit normal, por na hipën na çuan në një anë të fshehtë, domethënë si tip aty ku rrini kriminalat, ku deportojnë këta kriminalat që janë me drogë, me prostitucion apo për vrasje. Aty domethënë ndjeva që vërtet isha njëri i dështuar. Thash o Zot, çka kam bërë? Kam bërë vetëm mirë, pse duhet i përjetoj këto gjëra? Fëmijët që më shikonin, djali 8 muajsh që i qetë, se shoqyr Zoti ishte fëmijë i qetë. Kur hipëm në avion ishin 200 policë dhe 100 njerëz. Jam kurioze, si ishte ai udhim? Si ishin të tërë kështu të rivarur, të mërzitur? Domethënë të gjithë ishin shtil kur thot Gjermani. Domethënë heshtje e smur. Domethënë heshtje varri me plot gojen. Kur kam mbritur në aeroportin e Tiranës, domethënë nuk orientosha dot ku isha, a vërtet më kishin sjellë në Shqipëri, a isha në ëndër, a isha në realitet, a do ngrihesha dot të nesërmen në mëngjes, a do ekzistoja dot më. Po në atë muaj, në fakt muajin tjetër, vazhdoi ish kunati, edhe ajo gjëja mua më solli shumë gëzim, sepse isha njëri që nuk, domethënë zorin tim apo sikletin tim nuk kam adaptuar kurrë të tjerëve. Atë gjitha lekët që kisha mbledhur ja dhash familjes bashortit për tasmin e kunatit. Se kuptova këto, se lexova edhe historia. Pse ja dhe gjithë lekët kunatës për dasmën? Kunatit, sepse këta s'kishin. Domethënë edhe unë nuk i kisha përjetuar gjërat mirë, martesën time, kishte bërë vetëm familja ime, ata shumë pak njerëz e bëm si me zor, e të tjerë, domethënë se ato janë histori që kanë kaluar. Jo, e kuptoj, po nga që ti ishe edhe vetë në një gjendje të mirë ekonomike, kishte 2 fëmijë të vegjël dhe prandaj nuk po bëri sens kjo që plus që kunati ka qenë ai që i bëri borxhet kur unë lidha djalin. Domethënë isha unë prap ajo që mirësia më poshti, isha unë ajo që thosha, okay, se bëhet mirë, okay, se hajtë se do t'ja dalim. Familja gjithmonë i zgjidh gjërat. Një për gjithë për një. E shijuam atë dasmën, ishte një javë shumë intensive, dhe pas dasmës domethënë është ajo që mbeta mes 4 rrugëve. Nuk di as ç'a të bëja, si do t'i bëja gjërat. Fillova të punoj edukatore në një kopsht. Pronarja ishte një njeri i zi me plot gojen, që kishte milionat, kishte aq shumë fëmijë. Aty në atë kopsht dhe ma moj shpirtin. Unë isha njëri që s'ka kurrë. Dhe po nuk gjendesha një herë, do gjykohesha deri në kock. Pjesa e dështimit tim ishte edhe puna që unë po bëja. Nuk po gjeje veten, sa ndeje në Shqipëri ti?
3 vjet. Rraf 3 vjet domethënë të plota. Kok më kok. Ke punuar dhe në call center? Aty ishte prapë edhe një tjetër gozhd, domethënë një tjetër situatë vështirë. Pra ti në çdo moment do të kthesh në Gjermani, në çdo moment. Ti ke nga Shqipëria. Ëndra ime ishte domethënë që unë tikja nga Shqipëria, domethënë e dashuroja atë gjën. Edhe ishte ai cili me ke den kur e manifeston një gjë dhe thua, kjo do ndodhi, te unë e dija që do ndodhte, e kisha në kokë, e kisha në zemër, e kisha në ato qëllimet e mia. Unë domethënë pa u nisur nga Gjermania, thosha unë do ta marr pasaportën gjermane dhe e mora për kohë rekord. Dhe të ndihmoi çifti shqiptar që të shkonit prap. Thua na bën 2 kontrata. Të veçanta, për fatin tim të mirë, ishin të dyja kontrata të veçanta që ai iku për Terezit vet, unë kam për Terezin time. Ai kush është? Ai kush është? Burri. Bashorti. Ai që nga ish burri ai atëre. Po. Për momentin. Të vazhdo tjetë, edhe në momentin vazhdim. Ai, kur thuhet, ai ashtu gjithmonë, o në krizë, o ikur. Shumë kanë përjetuar, sa nuk më nxegoja të them tani është bashkëshorti. Më fal, në këtë vajtje ardhje ngjecje në kamp, ai si sillej? Se e kuptuam që ai luante bigjoz, po të pjesës si e përjetoi? Ishte ai njeriu që çdo gjë dhe bardhën e bën zezë, domethënë ishte pa motivim, jo po kështu, jo pa ja neve pa fat, kështu, ja ata njerëzit që domethënë çdo gjë ja vën fajin atij tjetrit, ja si jemi neve për këto punë, po thashun për çfarë erdhëm neve. Kuptoj. Jo, kombinimi mirë me aq sa po dëgjoj unë nga ty me energjinë tënde është kombinim toksik fare. I frikshëm, se unë isha gjithkohës aktive, domethënë unë jam tani, mendoja pas 10 vitesh do ndodhte, unë kisha qëllimin që kur isha në Shqipëri, që thosha nëse një ditë do vete në Gjermani, do shkel në Gjermani, do punoj në Gjermani, do marr pasaportën gjermane. Qëllimi im nuk ishte vetëm të vija në Gjermani, qëllimi ishte të jetoja në Gjermani, të bëja një biznes në Gjermani dhe i bëra të gjitha. Po çush i bëra çështja? Si ishte rruga deri aty? Është e frikshme. Ti ke shkuar me 17 euro, u riktheve në Gjermani në 2018 me 17 euro. 17 euro. Po pse ka ish pak? Sepse nuk kishin biletat, i morën borxh te daja ish bashortet. Tani ti Nina u ktheve në Gjermani me 17 euro, po me qëllimin e qartë që do rri atje, do pasaportizoheshe, do ndërtoje jetën aty. Fëmijët i le ish vjerës për 7 muaj. Mbajti të dy. Për 7 muaj. Nuk i kemi parë, ka qenë qeshor korrik që i pa i gush që i ka unë dhe fëmijët kanë ardhur për herë të parë në Gjermani 2 javë vetëm në dhjetor dhe pastaj kanë ikur përsëri dhe kanë ardhur me letra në qeshor. Dhe ti pastaj fillove nga punë të rëndomta në Gjermani. Unë kam qenë gjithmonë një njeri që kam lexuar, jam njëri që kam lexuar jashtëzakonisht, fol shumë gjuhë të huaja, kisha ëndra të mëdha, edhe nuk më interesonte, për mua sakrifica për të arritur atë gjë që ti do, nuk ka rëndësi se çfarë bën. Rëndësi ka që ti të bësh një punë të ndershme, rëndësi ka që ta arrish atë gjë me ndërgjegje të pastër, dhe unë e arrita me ndërgjegje. Pastroja, vrapoja, punoja kamariere, banakiere, çdo lloj punësh të mundshme. Pastaj kur erdhën fëmijët më desh disa muaj domethënë që të shkëputesha jo nga puna, po nga puna tek ai vendi ku bëm kontratën. Pastaj punoja pothuajse natën, domethënë që në orën 3 të mëngjesit deri në 8 punoja pastruese, mësoja deri në 3 të mëngjesit për patentën gjermane, në kohën që isha në ato punët pak orëshe. Mora patentën gjermane, pastaj mora atë provimin e gjuhës, provimin e historisë gjermane që më duheshin për të marrë pasaportën kur të vinte momenti. Pasaportën si e mora? Pasaportën e mora që nuk mora social në asnjë ditë të mundshme, domethënë isha 5 vjet të plota që vetëm punoja, do të kesh 60 muaj punë në Gjermani të rregullta dhe unë kisha këto 60 muaj. Edhe isha një ndër familjet e para në Bayern që morëm pasaportën gjermane dhe 2 nën shtetësit në vitin 2024, bie 23. Ndërkohë që bëje këtë, ndërkohë që punoje, ndërkohë që rrisje veten, investoje, kalamajt, pate edhe krizën e bashkëshortit dhe u ndave dhe me të mbas 4 vjetësh në Gjermani. Po, domethënë neve kemi, tani aktualisht kemi 8 vjet, ama marrëdhënia filloi të shkëputej dhe të thyej që në vitin e dytë. Në vitin e dytë ishte një ftohtësia, mënyra e sjelljes, bigjozi ishte i vazhdueshëm, ajo ishte një gjë që ai vetëm e manipulonte. Jetova në një shtëpi 4 vjet të ndarë.
nuk jetonim në të njëjtin krevat, nuk flinim, nuk kishim marrëdhënie intime, kishte ato mënyrat e veta të qarravitjes, domethënë, po që unë mundesha gjithmonë të lutem, mos i dëmtojmë fëmijët, hajde se do bëhet më mirë, po jo midis ne të dyve. Kurioz jam, si është jetosh me burin e ndarë në një shtëpi? Është të mërshme, në dhe në gjë më të mërshme që ti mund t'i bësh jetës tënde, në dhe nuk e fal vete që e kam bëhen fëmijëve të mi atë periudhë. Sepse djali i vogël nuk e mori, nuk arriti ta përthiste këtë gjë. Ndërsa i madhi ka përjetuar gjëra që se ky bënte sikur pinte, se nuk pinte kurrë. Edhe shtrihej në vask si gjuna, bënte veprime domethënë të shëmtuara, qante, domethënë rrinte i trishtuar, që shiko çam ke bër, më shkatrove si njëri, mos të martohem kur më, ti je dashuri jetës time, sa iku nga shtëpia të nesër me javës tjetër. Në nxori marrëdhënien e dashurisë të përjetshme, dashurinë e vërtet, domethënë ishte shumë e zhëmtuar. Pse unë sa tipike është kjo, Jona, nuk e di se meshkut është direkt. I është shëmtuar. Ore një javë. Edhe sikur fema të tradhojnë, prap meshkut e gjej më herët. Nina, po tani si jeti? Bëj të gjitha gjërat. Tani jam prap në një rënje të frikshme. Është edhe një histori tjetër. Tani kur në momentin që unë vendosa të ndryshoja qytet, se pata një debat shumë të frikshëm me partneren e tij të re, domethënë tentoi të më çullonte, tentoi të më shante, të më ofendonte, vajtëm polici, domethënë u bë një gjë shumë e shëmtuar, unë vendosa dhe thash, nuk do qëndrosh më në asnjë sekond këtu dhe do ikësh. Dhe në momentin e ikjes kam fjetur 1 muaj në makinë, gjeta një punë këtu te qyteti ku jetoj. Si më fal, ke fjetur në makinë ike me kalamajt? Jo, fëmijët e lashtë në prindit e mi të qyteti ku isha më përpara. Okay. Edhe kam fjetur në makinë te qyteti i ri vetëm, derisa gjeta një shtëpi, e gjeta shqyr zotit brenda muajit, harxova shumë, punoja nga 12-13 orë, 14 orë në ditë, mblodha lek shqyr, dhe në momentin që mblodha lek, më erdhi një ide krisur dhe e çmendur, që të hapja një biznes. Dola prap në zero. Më pëlqen shumë kjo Nina, më pëlqen shumë, nuk e di, po e shijoj shumë historinë tënde. Ka dalë komplet, ne kishim për trauma, kaluam në një shtëpi që DJ, i gjithë historia jote është, në fakt ka lidhje edhe me këtë, po ta shohësh se si ajo lundron nëpër ngjarje të mëdha, se si ka përcen prap. Po nuk e di, aventur, filmje. Personalitet elektrik. Po, shi si flet, ajo më mori me vete. Unë mendova se ishte milionere tash. Ai ishte duke fjet makinë dhe i erdhi një ide. Dhe shi sa me lumtur e thot, po. Po, edhe domethënë vajta në zero, ishte investova 50.000 euro. Ku i gjete 50.000 euro? Në gjatë viteve, gjatë 3 viteve të fundit, domethënë që ai nuk ishte më aty, unë fillova të mblidha lek. Ja, shiko, pas ka gjetë sa lek. Punoja në pastrim, punoja në zyrë, punoja në kamariere. Edhe u bëra bashkë me një person, partnerschaft quhet në Gjermani, domethënë një person vetëm që është investitor, edhe ishte bashkë investitor, edhe hapëm një gjë gjigande. Nuk është se po funksionon, wow, por unë kam besimin edhe që do të bëhet një ditë dhe kam filluar një tjetër ide tani, një tjetër gjë shumë bukur, edhe do ta vë në jetë në 8 ose në 9 orë. Edhe nuk kam, tani për momentin kam vetëm 300 euro në bankë. Nina, që ke tipi im, do rrim bashk. Mos më pyet se si do t'ja dalë, do të telefonoj. Nuk ka shanse, nuk ka se do t'ja dalësh. Ti pas ke ikur një argjim një herë të frikshëm që unë e quaj, unë sa herë që hedh lek në investime kështu them, të faktë nuk luaj bixhoz. Jam më mirë se ato justifikoj veten. Unë mendoj që domethënë njeriu kur ka gjërat mall dhe kur ka investim, ti më shumë je i humbur kur nuk provon se sa kur provon dhe dështon. Se ti gjë je i dështuar kur nuk provon. Por rrugës e kupton me biznesin që do edhe një çik, do një studim të rregullt. Ai nxitimi është i bukur joti dhe imi, po aty në mes do dhe pak me pa. Jo, gjëja është kështu që unë jam njëri që besoj te intuita ime, dhe besoj tek ajo gjëja që shiko, kjo gjëja do bëhet, ka kohën e vet, ka mënyrën e vet, ka mundësinë e vet, apo do bëhet. Dhe në momentin që unë ja vë cil vetes, do të thënë qëllim të Gjermani, që ja vë gishtin atje, ai gishti do vi një ditë. Se sa do t'jetë kostoja për të arritur tek ai pika, unë nuk e di dhe s'm ka interesuar asnjëherë si ka që unë do ta arrij. Nina, është e çuditshme se gjithë historia jote ka shumë lidhje me lekët. Jo ngelen pa lek, s'kishim lek, buri harxhonte lek, hanim ushqim konservash, s'kishim lek.
pastaj atje na morën, erdhëm, s'po punoja dot, ç'a lekësh kisha i lashte dasma kunat e tjerë, dhe ti gjatë gjithë kohës je shumë e pasur valla. Më vjen një ide që je shumë e pasur, se je gjithkohës e lumtur, edhe ato lekët që kishe jo dasma, jo të azil isha prapë e lumtur, jo mora të shtëpinë dhe isha shumë e qetë. Domethënë kujtimet e tua, dua të pyes Jonën për këtë, se shumë e rëndësishme. Nina që nga të shembujt që, mund të heqi pjesën se ka njerëz që argumentojnë për pjesën e parave, është tjetër gjë ajo, pastaj është financë. Po Nina, hyn nga ato njerëz që un kam shumë qejf ta kem si shembull, nëse unë do bëja ndonjë konferencë, ndonjëra apo libër, e kam me vërtet, sepse e para që është shqiptare, domethënë që njerëz vendasit e mi, dhe dyta që ka eksperjenca të tilla ku ti mund të prekësh fundin dhe mënyra se si ajo ruan në memorinë e vet pjesën pozitive, domethënë atë e thot, është besoj që kjo është ilaç shumë i mirë. Dhe harrova të thosha edhe diçka shumë të rëndësishme, që gjatë kohës së këtyre viteve në Gjermani kam pasur panik atake të mërshme. Dhe mas çdo panik ataku isha kam një histori, e qeshur dhe filloja një gjë tjetër. Po se diçka të është regjistruar ty në mes të gëzimit, është ajo pjesa tjetër e këtyre dramave që ti pastaj si rrëfen edhe se si ke parë gjë. Më pëlqen se ke edhe një gjë tjetër shumë të rëndësishme, që është shumë e rëndësishme kjo në fakt. Besoj në jetë ke një fokus. Fokusi yt ishte Gjermania. E kishe si fokus. Është orientuar ndaj qëllimit. Po, është i orientuar edhe kjo është shumë e rëndësishme për çdo njeri që do t'ja dalë në jetë. Jona, se e filluam, tema ishte deportimi. Po. Po nuk kishte vetëm ai moment, ai ka përballë shumë të fortë gjatë gjithë jetës vet. Por është ai pjesë që dashur. Nuk e di nëse gaboj, po momentet e atakut paniku që përshkruan janë momente kur ajo ka qenë pak në kontakt me ndonjë moment kur fillon të reflektonte çapo kalon, se shikoj që është gjithkohës në veprim dhe nuk është një moment reflektimi çapo ndodh me jetën time. Është shumë orientuar ndaj qëllimit që po thoni, po edhe me një impuls. Është njëri që vepron me shumë impuls të fortë. Pra nuk i bën përshtypje dëmi që mund të ndodh, e mjaftueshme është që unë po shkoj të kap atë që kam në mendjen time. Arrit apo jo pastaj dhe çfarë del përpara nuk ka rëndësi. Është tjetër. Por është një disonancë, një lloj shkëputje mes momentit çapo përjetojmë, çapo ndodh rreth nesh. Ka diçka që nuk shkon, ndoshta duhet të bërë ndryshe. Nuk e di nëse ti ke pasur një kontakt të tillë me veten tënde, ndonjë moment apo nuk e lejon fare. Jo, unë nuk është kjo. Mendoj që në momentin që kisha shpërthimet e panik atakut, ishte që nuk merja dot vendime. Mua fakti që nuk kam marrë dot vendime radikale dhe më ka ardhur më shumë keq për të tjerët se për veten, ka qenë që unë kam arritur të dëmtoj veten në përballje me të tjerët. Dhe kjo ishte ajo moment reflektimi që po unë në momentin që mora atë valizën e vogël dhe futa në makinë, fita 28 ditë në makinë, çdo natë pa bërë qiqin me plot gojen, dhe më thënë aq e tmerrshme ka qenë, aty i thash vetes, nuk do të t'interesoj më se çfarë thon të tjerët. Nuk do të t'interesoj më nëse të tjerët flasin për ty, nëse të tjerët thonë që ty ta ka bërë dikush, sepse njerëzit filluan gjithë fare historiash, vetëm unë e di sa 20 orë në ditë kam punuar. Vetëm unë e di që fëmijët e mi kanë sakrifikuar shumë për mua dhe unë për ata. Vetëm unë e di se sa orë të gjata dhe se sa dhimbje kam kaluar këtë vit për të arritur këtu ku jam sot. Sepse jeta nuk është, ajo lumturia nuk është destinacion, ajo është vetëm rruga që ti bën për të kaluar destinacionin. Dhe unë këtë gjë e kuptova shumë vonë. Dhe në momentin që ti zgjedh atë trenin e gabuar, bileta kthimit është shumë më e shtrenjtë se ajo bileta e avajtjes. Po Nina, dua të kuptoj, ti ke qenë gjithmonë kështu apo të ka bërë kjo periudhë jetës tënde 8 vjeçare? Jo, unë kam qenë gjithmonë kështu. Unë kam qenë që në momentin e parë, unë kam qenë ai fëmia që kam tentuar gjithmonë vetën në emisione, unë kam qenë ai fëmia që kam dashur të dal jetara, kam qenë merresha me aktivitetet e shkollës, kam qenë gjithmonë në lëvizje, kam qenë gjithmonë aktive, kam qenë kur prindërit mi kanë pasur një biznes në qytetin ku kam jetuar, ku kam lindur. Unë veja aty me 7 vjeç dhe mblidhja pjatat edhe mblidhja gotat edhe mblidhja picetat. E kisha punën e gjatë, thosha nuk rria dot. Edhe besoj se trauma filloi që në vogëlik kur familja ime u detyrua për shkak të 1000 arsyeve që ta shiste biznes, unë me moshën 8 vjeçare, 9 vjeçare, domethënë më vrau ajo gjëja, nuk doja sepse e doja, e dashuroja atë gjë. Dhe në ëndrat e mia më të frikshme, më të pamundura, është që babai im një herë në jetë të shohej atë lokal
që ka humbur në jetën e vet, që la veten për atë lokal, ta shoh një ditë të përjetësuar në jetën time dhe ta presja ai shëritën, të jetë gjallë që ta gëzoj atë gjë. Po të orienton kjo gjë tani? Pra gjithë puna që po bën atje? Gjithmonë më ka orientuar kjo gjë. Ato, do të thonë, kjo ka qenë ajo ëndra ime më e pamundur, më e frikshme në jetë. Që thosha, nëse unë arri këtë gjë, domethënë mund të kem arritur qëllimin më të madh në jetë, edhe po të vdes nesër, domethënë nuk më intereson. Sepse ajo ka qenë ajo gjëja që neve na identifikoi si familje, si njerëz. Babi punonte aty 24 orë, domethënë i ra trompoz në kokë, ka kaluar 3 paraliza për atë vend, për atë lokal, për atë biznes. Edhe për dikë tjetër ndoshta është diçka pa lidhje ose i duket shumë e parantishme, për mua është ai qëllimi për cilën them vazhdoj, po jetoj. A është dëshira jote që ti të arrish atë ëndër, apo është dëshira babit tënd që është brendësuar tek ty? Jo. Që në vogëli un kam ndjekur atë mbrapa. Domethënë ai shkonte te punëtorët në kantierin ndërtimit, u shkoja mbrapa, se ne pse ne ndërtuam atë lokalin, atë gjën e ndërtuam nga rrënjët, nga gurët, nga themelet, nuk e morëm gati. Dhe unë kam në jetën time, se në atë të kaluarën time në sytë e mi e kam atë procesin se si u vun gurët në atë vend. Por me sa kuptoj, nga humbja në humbje që ka kaluar jeta jote deri më sot, ti nuk është se ke bërë ndalim të kuptosh, të reflektosh për humbjen, ti thjesht e kaluar tek procesi i radhës, tek qëllimi i radhës, se ka zëvendësuar diçka tjetër, gjithmonë diçka. Dhe këtu dua që ti të reflektosh tashmë, a po i bën një lloj shmangje dhimbjes, apo është mënyra jote që funksionon dhe ti e di, je vetëdijshme që është kjo, por vendos me ndërgjegje që të kalosh te një qëllim tjetër. Pra nuk e lejon veten tënde të ndjesh dhimbjen e humbjes. Jo, në fakt kam qenë gjithmonë kështu, nuk e kam lejuar veten të bie në atë pjesën le të themi të depresionit ose të pamundësisë. Kaq ishte, por mua nuk kaq ishte. Nuk ka pasur kurrë. Domethënë gjithmonë kam gjetur një zgjidhje tjetër, një mënyrë tjetër, një mundësi tjetër. E kam kërkuar, mua asgjë nuk më ka ardhur vetë. Domethënë absolutisht nuk mendoj që jeta është fat, që vijnë gjërat nga qielli. Unë mendoj që është një luftë e vazhdueshme, sepse asnjë nuk është rehat. Ama tani në krahasim me më përpara kam filluar të pranoj gjërat, që shiko, kjo gjëja e ka cakun ose e ka kapacitetin dhe aftësinë deri këtu, tani ose do ta pranosh të gjën dhe do qëndrosh këtu ku je, ose do krijosh në mendjen tënde, në botën tënde qëllimin e radhës, edhe si do ta realizosh të qëllim. Ke një mënyrë tënde dhe nuk do ndërhyj as pak të ndryshoj atë strukturë që ka funksionuar dhe ti ke gjetur edhe benefite edhe përfitime për saj, por nëse ti do shikoje patjetër të nevojshme me kalimin e kohës të kesh edhe mini stop mes këtyre proceseve që ti kalon, sepse sapo përmendëm më herët që ndihesh edhe në një moment ku pak zhgënjys dhe dëshpërues që nuk u arrit ajo që kishe menduar në këtë moment. Dhe ky moment, dëshpërimi, ndonjëherë mund të vijë dhe i fortë, pra mund të zgjasë dhe një periudhë dhe persona që kanë orientimin drejt qëllimit, drejt rezultatit, mund ta përjetojnë pak më shumë se të tjerët, që janë mësuar ndoshta me këto mini stopet e vogla, pra me lejimin e përjetimit të dhimbjes. Ke një natyrë shumë energjike, shumë impulse dhe të drejton veprimi. Pastaj vjen reflektimi te këty. Dhe kur vjen momenti i reflektimit, ndonjëherë nuk duhet i largohesh gjithmonë. Kam gjërat për të më përmirësuar, po, tepër, jashtëzakonisht. Ama tani mënyra se si unë menaxhoj stresin, mënyra se si unë menaxhoj dështimin, mënyra se si unë menaxhoj zhgënjimin, është shumë më e fortë, është shumë më estetike, le të themi, në rregull, siç ka qenë më përpara. Tani nuk heq dorë nga përgjegjësitë e mia, nuk heq dorë nga ato detyrat e mia. Se më përpara kputesha komplet, më thënë rrëzohesha në shumë mënyra, qaja, tërhiqesha nga çdo gjë. Tani jo, tani them, do qash 5 minuta, do ta kapësh, do ta marrësh një kafe dhe do ecësh përpara. E nesërmja është e re dhe do sjellë diçka të re. Vura re po ashtu që nuk e toleron shumë viktimizimin. Sa po do të thoja edhe unë. Për viktimizimin nuk e lejoj dot vetes. Më përpara kam qenë goxha më e trishtuar, domethënë përjetoja gjërat shumë se kaq, rrëzohesha moralisht, psikologjikisht, domethënë shpirtërisht në një mënyrë
merja makinën, bëja veprime të pa kontrolluara, qaja në makinë duke më thënë timon. Dhe ti harron që duke bërë një veprim të tillë mund të jetë fatale dhe harron që përgjegjësitë që ti ke mbrapa janë shumë të rëndësishme. Njerëzit presin nga ty, fëmijët, prindit, familja, je e rëndësishme për dikë. Dhe nuk mund të lejosh në kurrësi që një situatë e caktuar e jetës të rrëzojë në një veprim të gabuar që mund të ketë pasojë fatale dhe ti nuk e kthen dot më mbrapa. Kjo është ana errët e personalitetit që ka Nina. Nga veprimet impulse, edhe pse mund të arrijnë, janë njerëz që arrin shumë, po sidoqoftë edhe përballen me këto situatat ku janë të dëmshmit e vetes, sepse mund të marrin ndonjëherë dhe iniciativa për të bërë gjëra, për të përballuar stresin, gjenë si mekanizma përballues, po ashtu gjëra që janë të impulse dhe të shpejta. Gjithsesi, fokusi që ka për të bërë gjëra i tempo që ka, besoj që e ndihmon shumë. Unë thash Nina ne ndajmë shumë gjëra bashkë në mënyrë se si funksionojmë, por do të jepja vetëm një këshill se tashi është koha, vazhdo, domethënë drejta atyre planeve tua, po ndoshta do duhet edhe pak vite për ta kuptuar që edhe vulnerabiliteti është okay. Është okay dhe të rish edhe mos kesh frikë edhe nga momenti i dëshpëruar, mos kesh frikë edhe nga lodhja, mos ta gjykosh shumë dhe mos ta lodhësh shumë kokën që unë s'duhet, janë këto mendimet që mua më vin pak më pak se sa më vinin dikur që jepi forca, s'du ta marr vesh njëri, do ta shohë gjithë fort, jam e fort për të, jam e fort për këtë. Nuk është ndonjë mburrje e madhe me qenë, se dhe kjo forca ka çik hipokrizia atje, dhe vërtet jemi të fortë, por që ataku panik pasaj që ke në darkë, ato netët pa gjumë, ato lodhjet janë të gjitha sinjale që duhet që edhe ta vlerësosh të gjë, sepse trupi të jep sinjale dhe duhet t'i vlerësosh. Është një mekanizëm mbrojtës ky optimizmi, dëshira, planet, fokusi, shumë i mirë për të ecur në jetë dhe unë jam shumë pro dhe besoj që edhe Jona po pohon. Në fund të ditës edhe këto trauma, nëse ndoshta mund të jetë pak e lindur, ajo tha që e kam të lindur, e kam që të vogël, është një fat i madh kesh këtë dhe unë siç e thash në fillim të emisionit, të doja shumë që gocat e mia, nëse marrin diçka dhe nëse kanë diçka, të kenë forcën për të më këmbur. Ajo është shumë e rëndësishme sepse jeta na përball me shumë gjëra të papritura dhe rimëkëmbja dhe optimizmi në rimëkëmbje. Mënyra se si ti e sheh botën, ashtu siç e sheh ti, që e sheh gjithë gjyra, ajo është shumë e rëndësishme sepse ajo të mban gjatë në jetë. Ti ke kaluar goxha dhe unë të thash, nëse do bëhet një konferencë, nëse ti do lejoje të vihet diku në një konferencë timen, më pëlqen shumë sepse do vjen me shumë kënaqësi. Libri ajo unë jam fan si ajotja që në ato komentet e tua, në ato intervistat, në ato pyetje përgjigjet në Anabel, o zot, domethënë të kam ndjekur, më duket sikur jemi rritur bardhë, në një farë mënyrë po, sepse pak a shumë. Ja, kemi marrë energji të njëra tjetrës. Të vogël vitet. Është vërtet, edhe të ndjek me shumë kënaqësi. Ja, absolutisht unë jam shumë krenare për gjithë ndjekësit e mia, unë besoj që. Do të them edhe një fakt të vogël. Më fal. Unë nuk lexoj asnjë lloj artikulli që ekziston, vetëm çfarë shkruan ti, jo për të mburrur, jo për të bërë këtë, se unë urrej këtë falsitetin në sy që ti je më mira. Jo, ka momente që edhe nuk do të pëlqejnë ato që thua. Fare, zero. Ndonjëherë më dukesh edhe shumë snobe, por në 80% të rasteve për mua je shumë shembull. Por në atë 20% që ka raste që se ja foti kot. Për mendimin tim. Po probabiliteti që ti jem e drejtë 100% është vetëm ai në qiell me rrethin në kokë. Jezu Krishti, se të tjerët do ja fusin dhe kokë. Vërtet. Sa po ja thash dikujt dje, po flisja me një djegës, jam shumë krenare për gjithë djegësit që kem. Unë jam realisht pa modesti them që kam goca gra, kam folur me gra të jashtëzakonshme Jona gjithë jetës time. Unë nuk e di se qa janë shumë gjëra që diskutojnë tematika për drejtat e grave, sepse unë kam taku gratë më të forta, më bisha, më të jashtëzakonshme, që janë jashtë si kari më këmbur veten edhe synimet, deri gra që kam që janë pedagoge në Ivy League School së botës, në NASA punojnë, inxhiniere, janë në laboratore duke bërë zbulimet e shekullit. I kam të gjitha ndjekëse dhe janë të jashtëzakonshme, kështu që më pëlqen shumë sepse nga një anë marr fuqi prej tyre, nga ana tjetër dihem gjithmonë e vogël edhe bekëm në tokë, sepse ja urdhra, janë të tërë janë me leksione. Unë mendoj që është arritja e çdo njeriu, është të ndihet me këmbë në tokë dhe
suksesshëm në botë. Domethënë unë kur e mendoj veten nga kam ardhur dhe ku jam tani ose çfarë kam arritur deri tani, se ndoshta tani për atë që unë jam ose për atë që unë mendoj jam zero, ama për çfarë kam arritur në periudhën e kohës që kam kaluar, them duhet të jesh me shumë kam në tokë. Falenderoj sepse ishte një vëzhgim tjetër edhe pavarësisht se nuk u ndalëm në një traumë apo në një tjetër, e gjithë gjëja ishte shumë një leksion më vete. Një leksion më vete. Falenderoj shumë Nina. Natën edhe Faleminderit edhe juve, edhe do shihemi përsëri. Edhe sa më shumë suksese me bizneset dhe në familje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të përshëndes. Ishte ndoshta nga herët shumë të ralla në këtë program që isha po prisja diçka tjetër edhe kaluam në diçka tjetër, sepse kishte të ndarë siç kemi gjithmonë, specifike që kemi tema. Për çdo të diel edhe kjo tema ishte përballja me trauma të mëdha, po ndërkohë deporti imi u bë një nga gjërat dhe kaloi shumë shpejt edhe ne e lam edhe unë dhe Jona e lam sepse është dhe mënyra e vet, nuk mund të ndryshojmë njerëzit apo të rrim në një gjë kur ajo ka gjetur një mekanizëm për të ikur dhe ky është një lloj tjetër. Ajo kështë shkuar te metafora Feniksit, kështu që kur arrin atje do thotë që ke bërë procesin. Po. Shiko se historia e parë është edhe 4 ditë, ajo mund të jetë Manjola mund të vinë me një rrëfim të jashtëzakonshëm edhe ajo mbas 4 vjetëve. Po ishte një histori që duhet të ishte këtu, sepse janë ato momente ku ndoshta e nuk e dëgjon, e presësh në ato ditë e para nuk është se të dëgjon shumë. Por që ngelim më vonë. Brenda vetes vet. Po, që ngelim më vonë edhe pyetja e fundit që kam për ty para se ta mbyll. Meraku që kam unë te gocat e mia, kjo që kishte Nina, kjo është e lindur apo stërvitet? Forca e Feniksit për të rrimë më këmbur, për ta marrë veten shpejt. Po kjo është një kombinimi ose martesa e disa cilësive që ndodh mes nesh. Pra disa janë prirje të lindura, ne i quajmë temperament në gjuhën e psikologjisë, të cilat lindin me ne. Dhe është një lloj energjie që ty të buron, domethënë nuk i jep dot drejtim tjetër përveç se ta çosh në një pikë. Ka njerëz që e çojnë drejt vetes, që janë ato tash të quajturit introvert, të mbyllur, pra shpenzojnë shumë kohë duke reflektuar, të tjerë që janë aty jashtë. Dhe këta që janë jashtë janë më të dukshëm edhe veprues, domethënë nuk ndalojnë. Dhe kjo është një nga gjërat që ata i ruan shumë nga harxhimi i tepërt në reflektim dhe ngrihen. Është në këtë rast e lindur. Por edhe pak e fituar, pra nxitur dhe nga gjërat e jashtme që i kanë ndodhur. Për të tjerë që duan ta zhvillojnë, mjafton që ta kenë në mendjen e tyre që duan ta zhvillojnë edhe këto situatat e vështira mund t'i japin mundësi vetes. Po. Sepse se ka plot njerëz që shkojnë edhe nuk u ndodh prapë, është tamam për ta ndjesh procesin. Që e marrin mekanikisht, por nuk ja dalin dot, nuk ja dalin dot. Faleminderit. Ne kemi edhe 2 episode dhe mbarojmë për këtë sezon. Po. Do kthehemi se unë s'kam besim te vetja, po që do kthehemi me ato planet e mia, si jam si Nina, duke rendur mbas ideve. Por javës tjetër jemi prapë dhe pastaj do diskutojmë, siç thot mami, prit një herë, mos u nxiton deri në fund. Kështu që shihemi javës tjetër. Andale!